Përshëndetje, faleminderit shumë të gjithëve që keni ardhur. Është shumë e rëndësishme që të festojmë, të bashkohemi, të bëhemi së bashku, të kujtojmë punën e vështirë, punën e kaq të rëndësishme të kontabilistëve në botë, po sigurisht edhe në Shqipëri, të kujtojmë faktin që detyra e kontabilistit, funksioni i kontabilistit sa vjen edhe po bëhet më i rëndësishëm në jetën tona, jo vetëm në nivelin e ekonomisë, jo vetëm për zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë, por edhe në jetën e gjithë secilit prej nesh. Ekonomia gjithmonë po bëhet më formale, gjithmonë edhe më tepër detyrojmë të deklarojmë të ardhurat, të jemi transparent me atë që bëjmë, punëdhënësit tanë, institucionet shtetërore të jenë transparent me ne. Dhe për këtë arsye roli kontabilistëve është i pazvendësueshëm. Është shumë e rëndësishme kjo ditë sot. Unë e falenderoj shumë shefen e departamentit, zonjën Migena Petanaj, për organizimin e këtij momenti, sepse është shumë e rëndësishme që universiteti t'i organizoj këto aktivitete së bashku me përfaqësuesit e biznesit, së bashku me ata për të cilët neve punojmë. Produktin të cilët do marrin përsipër produkte për të integruar në punë, produktin të cilin neve nxjerrim nga auditoret tona. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni ardhur këtu bashkë me ne. Shpresoj shumë që këto aktivitete të vazhdojnë, të zhvillohen në vazhdimsi, sepse janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e universitetit, janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e shoqërisë. Universiteti nuk mund të qëndrojë i shkëputur nga nevojat ekonomike, nuk mund të qëndrojë i shkëputur nga ambienti i biznesit të shoqërisë. Ditën ose temi atëre kur ne do punojmë të gjithë bashkë në një front, atëre do ta kemi të realizuar misionin 4.0 të universitetit për të punuar për biznesin. Ju falenderoj dhe njëherë që jeni këtu, ju lutem shumë të vazhdoni të qëndroni në kontakt me ne, na thoni det, nevojat, kërkesat tuaja, që ne të kemi mundësi të përgjigjemi në mënyrë sa më adekuate. Faleminderit dhe suksese aktivitetit. Dhe tani, ftojmë dekanën e Fakultetit Ekonomisë së Universitetit Ismail Qemali Vlorë, profesore asocuar doktor Zamira Sinaj. Të nderuar të ftuar, miq të Fakultetit Ekonomik, miq të Departamentit të Financës, të nderuar kolegë, të dashur student dhe ju maturant. Është një kënaqësi e veçantë për mua që ndodhem sot në këtë aktivitet si dekania e Fakultetit Ekonomik. Kënaqësi e madhe pasi është aktiviteti im i parë si dekane, dhe këtu gjej rastin të falenderoj Departamentin e Financës, shefen e Departamentit të Financës për përkushtimin, seriozitetin që bëri të mundur realizimin e këtij aktivitetit. Po ashtu përshëndes dhe falenderoj gjithë Departamentin e Financës, gjithë pedagogët që me përkushtimin dhe punën e tyre të palodhur edukojnë brezat çdo vit, duke i nxjerrë ata të aftë në tregun e punës si ekonomist dhe kontabilist. Të gjithë e dim që kontabiliteti nuk është thjesht një proces numerik, por është diçka më shumë. Ai është një shtyllë e rëndësishme për sa i përket funksionimit të çdo biznesi, institucioni apo organizate. Jeni ju, kontabilistët, që bani një përgjegjësi të madhe për sa i përket mbajtjes së standardeve etike, për sa i përket transparencës financiare dhe saktësisë së raporteve të tyre. Jeni ju ata që garantoni raporte financiare të sakta dhe të besueshme, duke ndihmuar një vendimarrje sa më të drejtë dhe të qëndrueshme. Duke përmbushur këtë rol të rëndësishëm, ju kontribuoni në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Përmes punës suaj të palodhur, bizneset ndjen më të sigurta, investitorët ndjen më të mbrojtur dhe pikërisht nga të dhënat tuaja të sakta, politikanët marrin vendimarrje sa më të mira dhe sa më të drejta për komunitetin. Kontabiliteti nuk është thjesht një profesion, por ai është një mision për të ndihmuar shoqërinë që të ketë një të ardhme sa më të mirë dhe të sigurt. Në këtë ditë, unë dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për çdo kontabilist që me ndeshmëri, për pikmëri dhe një profesionalizëm
bën një punë të shkëlqyer çdo ditë. Përkushtimi dhe angazhimi juaj janë themeli i besimit në raportet financiare dhe në qëndrueshmërinë e institucioneve tona. Ju falenderoj të gjithëve për punën tuaj të palodhur në përpjekje të vazhdueshme për përmirësim dhe avancim në profesionalizmin tuaj. Pra, gëzuar këtë ditë të kontabilistëve dhe suksese të mëtejshme në të gjitha sfidat që na presin, pasi e dim që sfidat globale ndryshojnë vazhdimisht dhe jemi ne pikërisht që duhet i bëjmë ballë këtyre sfidave. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve dhe në fund, me që gjimnazistët nuk maturantët doja të i përmendëm shumë pak, edhe pse ata janë thelbi i gjithë aktivitetit të sotëm, unë i ftoj gjithë maturantët që ndodhen në këtë sallë sot, që vitin tjetër të bëjnë një zgjidhje inteligjente duke përqafuar ofertën akademike që ofron Fakulteti Ekonomisë, dhe pse jo të zini programin e kontabilitetit, duke ju garantuar sepse në stafi dhe kolegët e departamentit të financës do t'ju ofrojnë një ambient mjaft miqësor dhe familjar dhe do të merrni mësimdhënie të lartë për sa i përket jo vetëm anës praktike, por dhe asaj teorike. Edhe një herë ju falenderoj pafund kolegët e departamentit të financës dhe kontabilitetit, aktivitet dhe punë të mbarë në këtë aktivitet të rëndësishëm të këtij departamenti. Ju falenderoj. Kryetar të Bashkisë Vlorë, zoti Klevis Kasa. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar të pranishëm, e nderuar rektorë e universitetit, e nderuar shefe e departamentit të financës, e nderuar dekan e Fakultetit Ekonomisë, të nderuar pedagogë, të nderuar student. Është një kënaqësi e veçantë që sot të jem pjesë e këtij aktiviteti ku flitet për rëndësinë e kontabilitetit në ekonominë e sotme. Me lejoni të filloj duke uruar në Universitetin e Vlorës për 30 vjetorin e tij. Si ish student i këtij universiteti, e di mirë se sa shumë ka kontribuar ky departament në formimin e kontabilitetit dhe e formimin e profesional të shumë individëve. Shumë prej të cilëve tashmë janë pjesë administratës lokale dhe punojnë me angazhim për zhvillimin e qytetit tonë. Kontabiliteti, si disiplina që mbështet ekonominë, është një gur themeli për çdo strukturë të shëndetshme të ekonomisë. Ndaj është e rëndësishme që të rinjtë të vazhdojnë të investojnë në këtë fushë për të përgatitur për sfidat e ekonomisë globale. Falënderim për të gjithë pedagogët, studentët dhe stafit që bëjnë të mundur arritjet e këtij institucioni, suksese në çdo hap të mëtejshëm. Ju faleminderit. Përshëndetje, të nderuar rektore, të nderuar staf akademik, si dhe të gjithë përfaqësues të institucioneve që më lejoni t'ju quaj të gjithëve kolegë, pasi ne kemi një detyrë të gjithë bashkë të tregojemi sa më transparent ndaj përdoruesve kryesor të pasqyrave financiare të institucioneve publike. Dhe si të tillë ne kemi një rol, institucionet dhe kontabilistët e të gjitha institucioneve për hartimin e pasqyrave financiare, ndërkohë ne si auditues, por edhe ekspertët kontabël, kemi për detyrë të sigurojmë publikun që të gjitha vlerat e raportuara në pasqyrat financiare janë të vërteta dhe tregojnë realitetin e gjendjes ekonomike të një institucioni. Kjo është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të ditur se si është situata financiare, por ndikon në vendimarrje dhe marrja e vendimeve tregon performancën e vetë institucionit për sa i përket shërbimeve që ofrojnë dhe të mirave publike për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, të cilët janë taksapaguesit kryesor dhe normalisht që në fund do të kërkojnë llogari mbi përdorimin e fondeve publike. Kontrolli i lartë i shtetit normalisht që zhvillon auditimet financiare, të cilat kanë filluar me ndryshimin e ligjit në vitin 2014 dhe në bazë të direktivave të Komisionit Evropian janë hartuar manuale të mirëfillta dhe nga viti në vit përmirësohet i gjithë stafi duke u trajnuar në mënyrë të vazhdueshme mbi përdorimin e standardeve të kontabilitetit dhe auditimin e pasqyrave financiare.
ka lindur një detyrim që ne të japim një opinion të mirëfillt mbi pasyrat financiare të gjitha institucioneve që ne auditojmë, që janë institucionet buxhetore, por edhe institucionet të cilat janë shoqëri me kapital mbi 50% shtetëror. Me thënë 50% e sipër e kapitalit të tyre është shtetëror. Në rastet e shoqërive me kapital mbi 50% shtetëror, normalisht që ka dhe auditime nga ekspertët kontabël të miratuar. Të gjitha këto opinione normalisht që ndikojnë në performancën financiare të buxhetit të shtetit, por detyrim ligjor është dhe dhënia e opinionit mbi zbatimin e buxhetit të shtetit. Dhe së fundmi, në muajin tetor është dhënë pikërisht opinionin mbi zbatimin e buxhetit të shtetit, ku një nga tëmetat kryesore që ka gjithë sistemi buxhetor është moshartimi i pasyrave financiare të konsoliduara të shtetit. Do të thotë që nuk ka një pasyrë financiare të veprimtarisë të shtetit shqiptar, e cila i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe Parlamentit, e cila ka për detyrim të miratojë. Këtë është detyrim që vjen çdo shtator për miratimin e buxhetit të një viti më përpara. Do të thotë që në tetor të vitit 2024 është miratuar raporti i zbatimit të buxhetit të vitit 2023. Gjithashtu, një emet tjetër që konstatohet është pikërisht fakti që sistemi i thesarit mbahet mbi cash basis, do të thotë mbi parat që qarkullojnë dhe që paguen, jo mbi të drejta dhe detyrimet të konstatuara. Dhe ky raport që normalisht hartohet për zbatimin e buxhetit, që paraqitet nga Ministria e Financave pikërisht në Komisionin përkatës të Ekonomisë të Kuvendit të Shqipërisë, është një pasyrë e cila është mbi jo mbi të drejta detyrimet të konstatuara, ku të paraqesi të gjitha detyrimet, të cilat të drejta dhe detyrimet të cilat shteti shqiptar i ka marrë përsipër që do t'i kryejë në një të ardhme, por vetëm mbi transaksionet monetare të ndodhura gjatë një viti buxhetor. Sfidat janë të vazhdueshme, normalisht që duke u zhvilluar tereni, zhvillohet më së miri dhe standardet, përmirësimet që mund të ketë, por sfida e institucionit tonë është gjithmonë trajnimi i vazhdueshëm i stafit për të përmirësuar në të ardhmen dhe të hartojmë raporte sa më profesionale me një opinion sa më të arir për sa i përket aspektit profesional të paraqitjes së drejtë të raporteve financiare. Këtij aktiviteti i rëndësishëm për fushën tonë, që konsiderohet si një nga shtyllat kryesore për suksesin dhe besueshmërinë e biznesit. Si diplomuar në ekonomi, gjithashtu edhe si drejtos i Drejtorisë Rajonale Tatimore Vlorë, ku kam nderin të punoj me një ekip të përkushtuar profesionistësh, e kuptoj rëndësinë e thellë që ka ky profesion për zhvillimin dhe integritetin e çdo shoqërie. Formalizimi i biznesit luan një rol kyç në përmirësimin e praktikave të kontabilitetit. Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë ka ndërmarrë një sër iniciativash për të mbështetur formalizimin dhe përmirësimin e praktikave kontabël, duke krijuar një mjedis të strukturuar dhe të rregullt për regjistrimin e dhënave financiare. Ky proces rrit transparencën, duke bërë të mundur informacionin financiar më të qartë dhe më të besueshëm për palët e interesuara, ndërkohë që ndihmon në përmbushjen e kërkesave ligjore dhe shmang problemet me taksat dhe detyrimet financiare. DRT Vlorë ka marrë disa nisma për të mbështetur përmirësimin e praktikave të kontabilitetit dhe procesin e formalizimit të bizneseve. Së pari, një nga iniciativat kryesore ka qenë realizimi i fushatave për informimin dhe sensibilizimin, të cilat kanë për qëllim përmbushjen, rritjen e ndërgjegjësimit të bizneseve për rëndësinë e respektimit të kuadrit ligjor tatimor. Këto fushata kanë kontribuar në edukimin e biznesit për detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre fiskale. Për të siguruar përputhshmërinë me ligjin, administratat tatimore kryen monitorime të rregullta, të cilat kanë për qëllim verifikimin e regjistrimit të bizneseve dhe kontrollin e zbatimit praktikave kontabël të sakta. Kjo ndihmon në identifikimin e rasteve që mund të kenë nevojë për përmirësime në raportimin e dhënave financiare dhe pagesat e taksave. Në këtë këndvështrim besoj se Fakulteti i Ekonomisë dhe kryesisht degët e kontabilitetit dhe financës janë një zgjedhje shumë e mirë, e përshtatshme dhe me perspektivë sepse përfshin disa fusha që janë të njohura për të gjithë, por natyrisht është një arsimim që kërkohet pothuajse në çdo sektor të administratës publike.
Në kushtet kur ekonomia kombëtare po formalizohet gjithnjë më tepër, kur administrimi i financave publike dhe kontrolli i tyre po shkon gjithnjë më shumë drejt digitalizimit, pasi sot pothuajse çdo profesion kërkon nivele të larta të aftësive kompjuterike, kërkesa për profesionistë me njohuri sa më të thella në këtë fushë besoj se do të jetë në rritje si nga sektori privat ashtu edhe nga ai publik. Unë jam sot këtu për të folur për një ndër institucionet e shumta të administratës publike, që punësimin e profesionistëve me arsim në këtë fushë e ka shumë të domosdoshëm. Aktualisht rreth 70% e punonjësve aktual në degën e doganës Vlorë kanë mbaruar fakultetin ekonomik dhe rreth 50% e tyre janë të diplomuar në degët financë dhe kontabilitet. Në kërkesat e punësimit nga drejtoria e përgjithshme në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike, përparësi u jepet kandidatëve të këtij profil studimi, duke bërë rekrutime të ekselentëve për doganën, po nga kjo fushë studimi dhe në bashkëpunim me universitetet u mundësohet kryerja e praktikës disa studentëve sipas përcaktimeve të universitetit. Që të gjitha transaksionet të jenë të regjistruara dhe të analizuar në mënyrë shumë të saktë. Me një pasqyrë të qartë financiare mund të marrin vendime më të mira për investimet dhe për shpenzimet. Luka Picoli, babai i financës moderne që në shekullin 15 ka thënë, kontabiliteti është një art dhe shkencë që kërkon rregull dhe disiplinë të vazhdueshme. Të kesh regjistra të saktë ndihmon në mbajtjen e përputhshmërisë me ligjet dhe me rregullat fiskale. Kontabiliteti na ndihmon si biznes të ndjekim progresin financiar dhe të identifikojmë fushat që kërkojnë përmirësime. Duke mbajtur regjistra të saktë mund të maksimizojmë përfitimet dhe të minimizojmë taksat dhe detyrimet. Kontabiliteti i saktë është investimi më mirë për të ardhmen e biznesit. Shkëlqim Cani, profesor dhe ekspert ekonomie, ka theksuar se kontabiliteti është themeli mbi të cilën qëndron besueshmëria e vendimeve ekonomike. Dhe në fund dua ta mbyll me një shprehje të Robert Kajovskit, autori i librit Babai i pasur dhe i varfër. Nëse doni të jeni të suksesshëm në biznes, kuptoni numrat ose gjeni dikë që t'i kuptoj ato. Dhe më mirë se sa kontabilistët dhe ju studentët e ardhshëm do bëni kontabilistë të ardhshëm, nuk ka më të mirë për neve. Faleminderit.